të ndëruar të pranishëm arsimtar dhe ju trima që keni marrë pjesë në këtë turnej për ndëru emrin e një prej figurave të mëdhaja që i ka pas Shkupi, veç ati lagje e Dijonit, dhe fatmirësisht në muat lagje aty ka mësu Imriu, është emërtuar edhe shkolla me emrin e tij që është një sukses i rëndësishëm i komunës sonë për t'i përkujtuar dëshmorët të cilët kanë dhënë jetën e tyre për Allahun e Madhëshëm dhe në shërbim të kauzës kombëtare dhe dërthonit. Imri Elezi është një emër, përkujtimi i jonë për te neve në ndëron. Pozitën ati nuk janë ngrit, se e ka pozitën më të madhe që mund të ketë një njeri pas vdekjes së tij. Ajo është pozita e dëshmorit, e shahidit. Imriu ka qenë serioz në jetën e tij dhe kjo duhet me qenë porosia për ju voglusha, për ju fëmijët e tonë, të cilët jeni në shkollë fillore, e shumë shpejt përfundon shkolla fillore, e vazhdoni në shkollën e mesme, pastaj dhe studimet e fakultetit, por serioziteti duhet të shoqërohet vazhdimisht në jetë. Po edhe sporti si një aktivitet i rëndësishëm për zhvillimin shëndetësor, bashkë me interesimin për mësimet në shkollën tonë, pastaj me angazhimet tjera që mund t'i bënë në kontributet tona zhvillimit shoqëror, kështu na e plotësojmë karakterin tonë gjithsesi, thelbi dhe kurora e krejt identitetit tonë është njohja Allahut të Madhëshëm dhe jetesa sipas udhëzimeve të tij. Është shumë e rëndësishme që ky aktivitet tash e shumë vite mbahet edhe nuk shuhet, duhet të vazhdojmë përkujtojmë këta emra të mëdhenj të cilët e dhanë më shtrenjtën që kishin në këtë botë, është jeta e tyre që na të gëzojmë ditë më të mira në jetën tonë, që të kemi liri, edhe të kemi barazi, dhe të kemi kushte më të mira, edhe politike, edhe ekonomike, edhe në arsim, edhe në aspekte tjera shoqërore, që përkujtimi i tyre na nderon neve dhe normalisht është një veprim i cili është në përputhje me udhëzimin e pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që mirënjohja dhe falëndrimi të tjerëve, njerëzve që kanë kontribuar në përmirësimin e statusit ton dhe përmirësimin e gjendjes tonë, është njëkohësisht edhe mirënjohje dhe falëndrim për Allahun e Madhëshëm. Lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu të ngritë gradat vëllaut tonë Imriut. Dësha të tregoj një momentin e fundit që Imriu niset për mbetejën e Mateqit. Ishim në shtëpinë kur ishim bashkë aty dhe u përcaktu për shkak pjesëmarrjes së tij, këtë them për herë të parë kështu publikisht, për shkak pjesëmarrjes së tij në Koshar, u përcaktu të jetë për grupit të parë që kanë marrë pjesë në betejën e Mateqit. Betejë e Mateqit ka qenë për betejave më të vështira që janë zhvilluar në Karadak. Dhe momenti që u nis në mbrëmje natën, megjithëse do thotë ishte i përgatitur psikofizikisht, ai do thotë shkoi prej vendit tonë dhe prej vendit ku rinim na dhe mori pjesë në betejën e Mateqit dhe ashtu kishte qenë e saktuar që në mëngjesin e hershëm në betejat me ushtarët slavo-maqedon atë kohë që të bie dëshmor dhe në momentin që e marrin trupin e Imriut për ta sjellë tek ambulanca që ishte në fshatin Hotel, ai ndron jetë dhe pastaj na shkojmë dhe varrosim te varrezat e fshatit Hotel, aty ku akoma e ka varrin e tij. Allahu i Madhëshëm e voft atë varr bashkë xhenetit dhe Imriu të ngrit gradën në xhenet, e neve të vazhdojmë të sakrifikojmë për kauzat tona, në besim të Allahut të Madhëshëm, pastaj për përmirësimin e gjendjes tonë dhe të mundohemi të jemi të sinqertë në këtë udhtim tonin, sepse na mund krejti mashtrojmë, ama Allahun se na mashtrojmë, dhe na mund të ikim gjyqeve të kësaj bote dhe llogaridhënies këtë botë, ama askush për neve nuk ka mundësi me ikë llogaridhënies dhe gjyqit të drejtë absolut të Allahut të Madhëshëm, dhe kjo porosi është shumë e rëndësishme që gjithë na ta marrim parasysh dhe në prizmën e kësaj porosie ta zhvillojmë jetën tonë. Faleminderit për vëmendjen, faleminderit për ftesën, faleminderit që më dhatë mundësinë me thonë një fjalë rasti. Suksese më të mirëve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
shumë hoxhën e nderuar për kontributin e tij jetësor edhe për këtë fjalë motivuese.